Bunjamin Shabani, futbollist 24 vjeçar, i cili vjen nga ekipi i Partizanit të Tiranës, nga dita e sotme zyrtarisht është pjesë e klubit të futbollit Renova. Shabani me ekipin Bardhe 4 ka nënshkruar kontratë 1 vjeçare. Televizioni Art ishte i pranishëm në aktin e nënshkrimit të marrëveshjes mes Shabanit, i cili do të vesh fanela me numrin 21, dhe ekipit nga Xhepçishti. Ai me këtë rast deklaroi: Po pra, nga sot jam, lojtari i Renovës. Kthehem në kampionatin e Maqedonisë, shpresoj që bashkarisht të kemi sukses dhe të kalojmë shumë mirë. Ku kam qenë, kam dhënë maksimumin, i premtoj se do jap maksimumin dhe shpresoj të kemi suksese. Nuk është ndonjë dallim i madh, është aty kampionatit janë të njëjta, varet prej klubeve, po është një cilësi një kampionateve. Pas marrëveshjes me futbollistin Shabani, drejtori sportiv i klubit futbollistik Renova, Lirim Saiti, u shpreh tepër i kënaqur pasi një futbollist i kalibrit të tillë i ka munguar ekipit. Me Bunjamin Shabanin kena qenë në kontakt edhe disa ditë më parë, më në fund që arritëm atij qëllimit me angazhu në ekipin e klubit futbollistik Renova dhe mendojmë se ato prezantime që ai kena marrë një lojtar cilësor që ka qenë një ndër talentet më të mëdhej në Maqedoni. Dhe në kohën e fundit ka qenë pjesë e ekipit Partizanit Tiranës në Shqipëri. Tash kena bën një kontratë 1 vjeçare me Bunjaminin që të jetë pjesë e klubit futbollistik Renova dhe mendojmë të arrijmë ato qëllimet tona si klub që ai kemi. Futbollisti i ri i Renovës, Bunjamin Shabani, të drejtë paraqitjeje në fanelën e Renovës do të ketë menjëherë pasi të arrijë certifikatin nga Federata Shqiptare e Futbollit, që do të thotë se do të jetë pjesë e kësaj skuadre që në javën e parë të kampionatit që do të fillojë me 9 gusht.